Sot është 25 vjetori i vrasjes komandant Drinit, një krim ende i pazbuluar, kur ne si familje vazhdojmë të kërkojmë këtë vrasje, si ne ashtu edhe çdo shqiptar i ndershëm që kërkon që të jetë sa më shpejt të vihet para drejtësisë ai i cili e ka bërë këtë krim. Sigurisht që për krimin, si thatë edhe ju kemi kujtime shumë me të, unë për krimin pata një periudhë shumë të shkurt kohore, po në atë kohë shumë të shkurt pata shumë kujtime me ta. Krimi ishte një baba i mirë, një bashkëshort i mirë, ishte një njeri human, gjithë ata që e kanë njoftën e dinë më së miri, por mbi të gjitha krimi ishte një adhëtar dhe një patriot i madh i kombit shqiptar, ku ata e dëshmoi para dhe gjatë luftës me betejat e ndryshme që ishte si komandant i zonës operative të Pashtrikut, ku pati shumë beteja të suksesshme së bashku me bashkëluftëtarët e tij trima deri në shlirimin e vendit nga okupatori serb. Sigurisht që vlen për mu theksu që është një histori e pashlyeshme në shlirimin e Prizrenit, ku komandant Drini shlirimin e Prizrenit fal psikologjisë së tij ushtarake. Prizreni është qyteti i parë i shliruar në Kosovë, ku mbi të gjitha Prizreni nuk e lejoi të bëhet një Mitrovicë e dytë, ku për këtë ne si familje jemi shumë krenar, po besoj edhe secili qytetar i komunës së Prizrenit. Andaj lavdi komandant Drinit, lavdi gjithë atyre që kontribuan për vendin e kësaj lirie që sot e gëzojmë sot, lavdi gjithë ata që kontribuan sadopak, lavdi dëshmorëve, lavdi veteranëve, lavdi luftës së pastër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.